Faktor rreziku për pacienten, çdo gjë mundet që t'jetë, për ne edhe një paracetamol mund të përbëj rrezik për dikë, një aspirin mund të plas stomaku, një injeksion mund të prek një nerve dhe mund duket sikur bën. Do të thënë çdo medikament dhe çdo ndërhyrje ka faktorët riskues të anestezisë, të ndërhyrjes, një hemoragji, një hiperstimulim, e kështu me radhë. Po patjetër që ka. Prandaj kërkohet një kontroll shumë i madh paraprak dhe një ndjekje shumë e detajuar. Kemi dëgjuar edhe për faktorin stresi. Stresi është një faktor i cili mund ndikojë të rinë të qeta. Sa është e vërtet kjo? Se dëgjojmë shpesh. Është shumë e vërtet që stresi është një faktor që ndikon tek frenimi i ciklit. Stresi ndikon tek hormonet, ndikon tek substancat që krijohen dhe çlirohen në organizmin ton. Por njerëzit krijojnë shtatzani edhe në periudha stresante, kur kanë humbur një njeri shumë të shtrenjtë, në periudha lufte, në periudha dhimbje shumë të mëdha, vuajtje shumë të mëdha. Por a është një komponent i rëndësishëm? Po është shumë i rëndësishëm dhe prandaj shumica e klinikave në botë kanë dhe psikologun dhe psikoterapeutin në rastet kur duan, sepse infertiliteti është një patologji ose është një problematikë e cila e prek shumë e rrit shumë nivelin e stresit tek individi, po edhe në çift. Është një studim i viteve 2013 mos gaboj, që tregon për nivelin e stresit tek çiftet infertile, bëhet fjalë në botë, dhe ai referon merr një përqindje mesatare 2% në nivel popullate në periudha jashtë krizave të mëdha. Dhe niveli i stresit tek çiftet infertile është rreth 40%, i krahasueshëm me personat që vuajnë me sëmundje terminale. Pra kaq shumë është niveli i stresit tek këto persona. Pamundësia për të krijuar një shtatzani e prek shumë individin, prek shumë jetën në çift, sepse gati kthehet në rutinore, duhet bërë marrëdhënia në ditë të ovulacionit, duhet rritur këtu, duhet bërë këto ditë nuk duhet, po marrim të mjekim, jemi duke bërë. Pra programimi sjell një nivel stresi pak më të lartë. Pamundësia e krijimit të shtatzanisë. Në vendin ton është edhe stigma i pazoti për të krijuar një shtatzani apo e pazonja. Janë ndarë dhe çifte për këtë gjë. Familjet janë tepër ushtrojnë presion të madh tek çifti, çfarë po bëni, pse s'po e bëni, pse s'keni shku këtu, shkoni atje, bëni edhe këtë. Dhe do të thënë, përveç stresit tënd ti ke edhe gjithë problematikën, presionin që vjen qoftë nga familjarët, gjithmonë emër dashurisë po është një gjë shumë e gabuar, qoftë edhe nga shoqëria. Ne i bëm, ne po bëjmë dytin, po ju ku jeni, po pse s'po e bëni, po do të thënë të gjitha këto rrisin presionin dhe rrisin gjithë pasojat negative. Ne kemi parë shtatzani në situatat papritura, mbasi kanë hequr dorë dhe kanë thënë duhet bëjmë një pushim, nuk duam të merremi. Që ndoshta e kanë qetësuar edhe veten nga. Pra, stresi është një faktor shumë i rëndësishëm që duhet reduktuar, minimizuar përpara këtyre teknikave të riprodhimit asistuar. Unë gjithmonë i kërkoj pacienteve që të mundohen që të gjejnë një periudhë sa më të qetë. Nëse ato janë në një periudhë konfliktuale me punën, me familjen, me gjërat, nuk ndjehen rahat, nuk ndjehen besues se kjo që po bëjnë është diçka për të mirën e tyre. I them mos e fillo. Edhe duhet ta besojnë diçka, po, duhet që të fillosh një proces dhe thuash unë po bëj më të mirën. Kjo është maksimumi që unë mund të bëj. Pra duhet të besoj që po bën diçka e cila mund të funksionoj, mund edhe jo. Të jenë optimist. Por ama sigurisht doza e optimizmit dhe e besimit luan një faktor shumë të rëndësishëm tek rezultati.